e lexova një gazetar italian që është me renome në Itali, thotë paramendoni një çlirimtar të Italisë që ka shliruar Italinë me ta marrë mas 25 vite me ta dënue pse u shliru Italia. Domthonë kjo shkallë të ndodhë të na është një paradoks ka me qenë një histori e djallëzuar, shëmtuar për Evropën, për botën, për politikën, për marrëdhënien ndërkombëtare, domthonë kjo shkallë ka ndodhur. Unë po kthehna pak me bashkëpunëtorin tim, i çdosh qeveritë e kaluara, po kjo qeveri me pas ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës. Deri në sot nuk kemi ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës. Është e kot individualisht arsimi, qiriqi, te ai me mbrojt, se s'mujna individualisht me mbrojt. I çdosh me qenë ligji, kur ti kishte qenë ligji, shumë elemente ishin eliminuar. Dhe shumë njerëzve u kishte dhënë merita. Është problem sot ti me pa një bashkëpunëtor tonë në vjen keq, që buk s'ka me hongër. Kjo është e vërtet e hidhur, është keq me thonë, po është e vërtet. Është e vërtet edhe një vetë tjetër, kur e shetin një bashkëpunëtor që fëmijën e vet suni shkollon, para mendoj thotë fëmia baba e ka ndodhur në luftë. Aty sa është eron, ajo është vrasje dy herë. Ajo është vrasje për zgjalli. Kjo çka po ndodh me kategoritë e dola nga lufta. Po edhe me familjet e martërëve, dëshmorëve, të invalidëve, me të gjithë. Na kanë përllose, na kanë baltuar, s'kan lënë gjop apo. Nuk e di, kanë herë një shtroj vetje pyetës thon, a kena bëu mirë më që kena luftuar, mos kena hinë gjuna. Këtu diçka është e pa imagjinueshme çka ka ndodhur në Kosovë. Sinqerisht po them. Sot shkoshiat masakër. Pe fëmijës 8 vjeçare të erim plakun 80 vjet i vranë, gra, fëmijë, burra, pleqe. Kjo masakër ka qenë kthesa e historisë Kosovës, që ja ka qenë sot botës, non, hajde kështu çka po bën Serbia. E sot liderët tonë atje dënohen për paramendoj, për ndërmarrjes për bashkë kriminale, e kriminalët nëpër Serbi të rrinë të lirë anën. Sot Kosovës i anulojnë vizat për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Serbisë jo. Çka ka ndodhur me neve? Ose çka po dojna me arritur, në çfarë s'po më kuptoj, çka po doni me bu? Po doni me ekranin e luftës për spektrin politik, çau hi ekranin e luftës, hajde që 60%, 50%, çka po doni me bu? Hajde ti puna. Formoj ligjin. Mbroj vlerat e luftës.